Miqtë e mi, përshëndetje. Ky është emisioni Fol dhe unë jam Erion Skëndaj. Ju e dini që ne shkojmë kudo në Shqipëri ku ka njerëz në hall që duan të flasin, duan që zëri i tyre të dëgjohet. Dhe kështu ne s'kemi lënë pse Shqipërisë pa shkuar. Por kemi parë që fshatrat që ndodhen shumë afër rrugës nacionale vuajnë për 1, për 2, për 3 kilometra rrugë. I tillë është dhe fati i fshatit Rodokal. Ka Rodokal 1, Rodokal 2 dhe Homesh. 3 fshatra që kalojnë në një shteg. Rrugë nuk mund ta quaj dot, sepse rrugë nuk ka fare. Vende është balt, vende kanë dalë gurët e kohës diktaturës, ndoshta edhe të mëhershëm. Dhe këtë do t'ju demonstroj me pamje, por edhe me zërat e banorëve, sepse e vuajnë këto 2 fshatra, këto 3 fshatra më saktë, dhe e vuan rinia. Rinia ka ikur për një rrugë. Nuk ikën për një jetë më të mirë, ikën për një rrugë. Ikën për ujë, ikën për energji elektrike. Shiko sa bukur. Ka vetëm një bujtin në këtë fshat, një të vetme. Po pse të mos ketë 2, 3, 5, 10, vinë turistët të shijojnë këtë bukurinë natyrore, të hanë ushqimin bio. Dhe gjithçka minohet që në krye, që në Katjel, që atje ku kthejmë nga rruga e vjetër e Prenjasit, fillon halli madh. Deri diku ka asfalt, po mandej nga Katjeli e këtej është tmerr. Më thonë banorët që edhe rruga në anën tjetër për 2 kilometra është po kaq e vështirë, pra gati e pakalueshme në dimër. Unë kam mbledhur disa nga banorët në sheshin kryesor të fshatit, tek Rapi. Banor, faleminderit. Mirë erdhe në fshatin tonë. Faleminderit. Për hallet që kemi këtu si fshat. Fshat super i bukur. Po më thanë vetëm një bujtin keni. Një bujtin keni se s'ka rrugë. Jo, rrugë s'kemi, presim nga shteti. I lutemi Ramës. Të bëj diçka për fshat turistik këtu që të gjithë jemi gati ka investuar. Jo, ka qenë kryeministri këtu? Ka qenë. Po ka qenë. Po ka qenë para apo mbrapa? Se është kryeministër, kur ka qenë në opozit. Po. Ka qenë para. Tani ta fillojmë mbar. Si të quajnë? Mua më quajnë Florian Rizahidri dhe jam banor i këtij fshatit. I lutem shumë qeverisë shqiptare me në krye Edi Ramës të në bëj diçka të bukur për fshatin tonë, kemi mbledhur shumë, këtu të gjithë si kemi ngelur shumë pak të rinj dhe Hajde këtu me mua. Tani, sa banor ka ky fshati juaj? Këtu, ja, këte nga kamera. Këtu rrethsisht kanë mbetur një 300. Besoj se 300 banor kanë mbetur këtu. Tek Rodokali sipër. Po i poshtmi? I poshtmi mund jetë më pak, rreth një 200. Pra, bash bëni 500. 500. Po 500 nuk janë pak banor? Jo, janë 500, 600. Tani, keni edhe Homezhin, dhe atje kanë mbledhur sa familje? Rreth një 30 familje. 30 familje. Që bëjnë dhe ata diku ke 100 vetë. Po. Pra bëjni gati 700 persona. Po, 700. Tani 700 persona tek ajo rruga e keqe, apo ka rrugë tjetër? Jo, vetëm ajo rrugë do të bëhet. Kam bërë me asfalt vetëm 2 fshatra që komunikojmë me asfalt të drejtë. Edhe kanë lënë pjesën që është poshtë nga Letova ose pjesa që është nga Katjeli. Kanë lënë pas dorës se thonë do ta bëjmë. Sot kur ta bëjmë nuk e di. Shumë bukur. Presim shumë nga kryeministri shqiptar që na ka ardhur një herë dhe na i ka thënë detyrimisht që është një fshat shumë i bukur turistik. Kemi kisha këtu me emra, kemi Shimpjetrin aty lart. Po. Këtu ku bëjmë emisionin në kisha. Presim edhe nga despotët e Greqisë në të bëjnë diçka për fshatin tonë. Kemi edhe kisha poshtë. Po presim të na vinë të investojnë se ka shumë ndërtime të bukura që ja siç i shikoni gjithë. Po. Edhe janë bërë gjithë to vila. Janë bërë shumë të bukura, presim. Gjithë to vila. Gjithë. Tani kemi edhe profesorin këtu. Po. Na flasi diçka për fshatin. Po, pa vaj tek profesori, sa kilometra rrugë diskutohet? Nga njëra anë dhe nga ana tjetër? Rreth sa kilometra bëhet? Na, japim këtij. Okej. Ja të na sqaroj zotria. Zotri si ti quajnë? Mislim Bego. Kënaqësi, Mislim. Këtu ka ngelur 1 kilometër gjysmë nga Rodokali poshtë gjë në atje që është Letov, po. Kaq ka ngelur pashtruar. Që është ajo pjesa e asfaltit pastaj. Ajo pjesa e keqe. Po, pjesa më e keqe është 1 kilometër gjysmë. Kurse këtej është shtruar gjysmë të fshatit. Edhe ande është pashtruar edhe kjo poshtë e pashtruar e gjithë gjë. Pra ju jeni ishull, ju keni asfalt, ka rrugë pashtruar, pastaj prap asfalt. Po çfarë kuptimi ka asfalt? Çakull asfalt. Vin firmat e fillojnë që këtej ajo dhe e le gjysmë, pastaj ikën. Po firma siç ja kanë bërë tenderi, se firma siç ja kanë bërë ato projekte. Po ata vinë vetë si marrin vetë ato gjë. E kuptoj.
Pra ju keni asfalt në fshat, pastaj përtak në fshat s'ka rrugë. S'ka rrugë. Kështu që neve jemi pa rrugë për tur. Pa rrugë. Kur u bë kjo rruga e asfaltit se dhe kjo ishte degraduar? Ajo që këtu te shkolla edhe gjenë në rrëdokal poshtë pa nga krau sipër, ka një 7-8 vjetë për para është bërë. 7-8 vjetë, po kishte filluar të degradonte. Kurse kjo gjysma që në rrëdokal poshtë, edhe ande është shtruar par vjetë. Par vjetë, kjo është që shkon ti nga, që del nga Qukësja Floç kjo, apo jo? Kjo del Qukësja Floç. Po. Ajo është shtruar sa është shtruar rrëdokal poshtë pak, edhe kjo pjesa që këtu, e gjenë një lagje atje ma ta. E kuptoj. Në 35 vite, qa investimesh janë bërë në këtë fshat bukur? Një këto investime janë bërë në këtë fshat. Një kjo shkollë është bërë, po? Edhe një këto shtrime janë bërë. Mua më thanë që edhe për shkollën keni protestuar, s'keni pas shkollë. Është e vërtet? Nuk kemi patër. Tash që ju protestuam u bë shkolla. Pra u bë shkolla se protestuat. Folët ju dhe dëgjoj dikush dhe ju e bëri. Po s'kishim, fëmijët nuk kishin ku bëjnë. I shpërndanë për fshat në për shtëpiat. Në për shtëpia tjera. Edhe ju mbetë dhe pa shkollë dhe pa... Tani keni shkollën, po s'keni rrugën. Tash rruga ajo 1 kilometër e gjysmë që të lidhet atje, se gjuna praç rrugë po vuhen tash ne. Edhe të vitë pak të si njerëz të vinë deri këtu në fshat, më të shkojnë, më me shkojnë. Edhe këtë sipër këto lagjet e tjera po pashtruar janë. Pashtruar gjithandaj. Në këto 35 vite, kush u ka premtu për këtë të shkret rrugë? Sa premtime mbani mend ju? Premtime sa premtime sa kanë ardhur këtu kanë ikur, sa premtime këtu ka ardhur edhe Rama, ka ardhur Girmeta, kanë ardhur të gjithë. Edhe Iliri. Po dhe Iliri dhe kryeministri ose vend kryeministër. Punës është bërë. E kuptoj. Edhe Pandeliu, ha? Po. Ka edhe Ilir Meta. Edhe Likja. Edhe Iliri. Ilir Floriri, këtu ka qenë. Tu kanë qenë gjithë. Këtu ka qenë dhe ju. Po si s'ju a bën o baba të rrugë? Si nuk u a bën? Po, ba. Vitë duhet bërë marbotat ba. Unë që jam Fatmir Bura. Po, Fatmir. Jam nga fshat e Rrëdokali poshtë. I poshtëm. Si që shikoni edhe ju vetë. Pe në Katjel. Ajo rruga, pe në Katjel, edhe deri në Omesh i ka të pak në një 10 kilometra. Po. Ata e kanë shtruar një pjesë për mes fshatit Rrëdokali poshtë e kanë shtruar, na kalon atë rrugën që lidhet në asfaltin Letovër. Ajo bëhet fjalë për 2 kilometra. 2 kilometra. 1 kilometra e gjysmë 2 kilometra. Si që shikoni edhe ju vetë, këtu vinë veçën premtime japin, E kuptoj. edhe asgjë nuk na bëjnë. Neve tani i lutemi qeverisë, bashkisë, deputetëve, administratës, këto të na i shtrojnë këto rrugët, këto janë. Ne ikim, vim në kurbet, me halla, me probleme, e marrim një makinë, ku ta futesh? Si që shikoni edhe ju vetë. Ti e vetë në emigrim je? Unë vetë në emigrim, jam kretë, të gjithë në të rinjë jemi në emigrim. Pra pse e keni mbyllë në fshatin? Shumica ikin. Po pse? Po pse se s'ka punë? S'ka punë, s'ka asgjë. Po më në gjithë kjo natyrë e bukur, mund bash blegtori. Natyrën e kemi, kjo këtu fshati jonë veç me blegtori. I kemi në një 3-4 familje që mbahen me blegtorin, ama këtë fshati s'u mbahet me blegtorin. Si mos dalim, andaj këtu s'ka asnjë lloj të ardhura. Ana, kështu është. Edhe u detyru të mbyllët, e kyçet shtëpinë edhe... Dera mbyllur, shumicat e familjeve i kanë mbyllur, tokat janë lënë lëndina si që shikoni. Nuk plugohet. Edhe Shtrejnë. kjo është. Faleminderit juve. Faleminderit juve, vëlla. Faleminderit. Tani kush do flasë? Zotria apo zotria? Ndaj. Po do flas unë dy llafe. Okej. Do të flasësh ju 2 llafe, të flasësh më shumë se 2 llafe. Tash çfarë flas unë si kam unë do, pa të kishë unë dorë. Tani, ti je mësues i fshatit, apo? Jo, kam qenë. Po ish mësues pra, mësues mbetesh ti. Mësuesi je. Ti je mësues i veteran i fshatit. Tash të dëgjon. Ju faleminderit një herët. Na mirë intervista. Të qanë janë popullin tonë, jetën tonë, kulturën tonë që kemi të në fshat. Por mi të gjitha neve Po, mbaj pak afër mikrofonin. i thëmë fshat, Po. fshati si duket edhe shteti, edhe bashkia, do më në shkojnë larguarin që nga fshati. Nuk i kushtojnë shumë rëndësi fshatit. Pra kanë qenë më afër dikur e thua po larguar? Janë larguar, më afër, kanë qenë, filluan, por me gjitha të, këtë kohët e fundit, probleme, unë jam nga Rrëdokali poshtë. Po. Nuk e di këtu, edhe këtu ka probleme, po ne Rrëdokali poshtë kemi më shumë probleme. Pse, të thështë e? Të nisim që të ujtë, i vaditjes edhe i pishim.
uji i vaditjes që në kohën e demokracisë, që është përthet demokracia, neve uji kemi në Shkomali. Bukurie madhe është. Uji del, mal, që përrua këtu, Po? shkon i gjithë në Shkumbin. Pse shkon në Shkumbin? Është një te shtëpia atje shkon? Po. E shkon e rasën atje, rasën e zezë atje? Po? Po është atje. Atje marrim ujin e do kali poshtë. Këtu fund kryet projekt këtu. E marrim ujin. Shkon në fshatin tonë. Ajo ka shpërtheu demokracia, s'ka vëndon njeri atje. Po prish kanali? Prish kanali. Prish kanali, duket kanali. Si shkon. Po, si e merrni ujin tani? Hiç. Qa si e zoti? Qa si e pendia lartë, atë marim ne. Ujit e pishëm, kemi, do më thënë, 3 muaj një ujt ka këto, 3 muaj. Të verës, apo të dimrit? Tashti. 3 muaj. Vjen vera ju? Vjen me orar, vjen 1 orë, 2 orë, s'ka uj. Po pijet ai uji? Pse s'ka uj? Ajo mali është në rrith në Pa mali. i, nga mali vjen, Në mali rrith. e marim lartë neve, ujt edhe e qojmë E në kuptoj. një depozit. Atje, ajo depozita ka që në kohën e demokracisë. U prish sistemi, fshati bëri një përcet bashkia, atje Po, bëri një përcet, po. mund të ketë më jera 100 kujt Po? daluj, berë shumë më së fillimisht, do më thënë nuk vonë të rritë që atje, vonë rritë, bënte, konte, me të gjitha. Po, ka kohë për të gjithë, usu mërzi. Ja, do flasën për problemin e ujt njërë. Niko e punë, erdi bashkia, vuri tubacionin. Linjën e re. Linjën e re, Bën linjë të re. tubacionin. Ka 2 vjet, gati 2 vjet është. Po, Ujt s'po vjen njërë. Ujt është... edhe me linjën e re nuk e Linjën e ujë. re s'ka filluar hiç. Tani më uji i pishëm është i disponueshëm për shumë më tepër familje se sa ndonjëherë tjetër në historinë e Shqipërisë, përfshirë dhe vitet përpara këtyre viteve, që do thotë që kështu si në Përgadec, ku ka mbetur vetëm një komunë, Trebinja, ku po punohet është në kantier ujësjellsi, gjithë pjesa tjetër ka ujë të pishëm 24 orë. Me linë e vjetë thashe njerë, ne ham, si të thuash, problemet më dha, njerë vjen, njerëz vjen, 3 orë, 2 orë, 1 orë, dhe më në si mas, Dikush më tha mua që as nuk pijet ai ujë, kanë gjetë dhe zhrapa aty brenda, është e vërtet? ka, Kemi gjetur. kanë gjetur. Është e vërtet? Me linë e parë kanë gjetur. Me linjën e vjetër. Ka, Edhe gjerpri. ka, Ka shumë, s'oj ka hyrë në pusetët aty ka hyrë. ka, dhe më në poceta njerë, është e pa, E pa pishme. Dhe më në, i kanë vënë atje njerë, i të rasë, si, e mullojnë atje, edhe, një, e dyta, rruga që është kryesore, rruga që të rruga li poshti, se unë jam i Po. qikë në fshatën poshtë, aty ku Aty ku, del rruga e vajerit. Që aty edhe deri në Letovë, thëmë, neve atje në përruat, po, gjbajnë dhe bashkisëm. Po sa herë kanë silë këta, me makinat, gjavor, hedhë, mërë vëlla, ti e bie atë, ai shiu bie me reqën lumët. Qanë tonë atë në lumë. E qonë dhe njerë, e zbrasë atje. Vjerë tjetëri, prapat punë. Po ti sa vjetë ke, aq vjetë, ke 50 vjetë, 10 vjetë. Po të rrugët i kështë shtruhe me asfalt, jo njerë, po 100 herë, 1 kilometër gjithë rrugën. me e kuptoj. Gjithë rrugën, no, aq është e. Kur të bëhet e rrugë? E nisë që nga bishti, nuk e nëzorë. Vjetë e koka, po të nga bishti që këtë e lartë dhe që anë rrugë. Po mere, që në Letovë, edhe e lartë. E zunë. E zunë mbrapsh. E zunë mbrapsh dhe nga bishti, jo nga koka, po nga bishti. Pra ju knaqeni asfaltu në qendër, po s'keni për të ardhur deri në qendër. Fëmijët që kemi kurbet, nuk vinë dot. Pse s'vinë? Nuk vinë dot se makinat u shkatërrojnë rrugën.
Qoni ime, e qoni për tërë të quna që kanë të një tërë me makina. Vinë deri në lumët e dhe poshtë, Aha. roj, këthej mrapsh. Pse? Sitën për makina. Edhe djalim, shqipin të dite, me gjithë fëmbitë, si që do të, e la makinën lumë. Qa thua? Edhe me vitë vogël, për dorë të veç këtë fëmbitë, e thollin në shpi. Në shi? Në shi, po në borë, e si në në kështë në djelë, po në shi. E po shaj shi, viku dhe njëre në lumët. Mori makinën. Të marri makinët. Se mori dot. I rave njëre nga Katjeli, doli, rrugë këtë lartë. Rrugë Sovjetë që Ane nga erdhëm ne, se ne nuk kemi ardhë të kë. Ane nga erdhëm. Kena rësi për jo. Keq ishte. Ajo nuk do punë shumë kjo që është ashti. Po, do punë shumë. Atë që punë Për bazament, ajo kishtë mos se ka qa rrugë e vjetën në kone kooperativës. I bëjë se kalonë në makineritë, shumë traktore, drejqe Nese edhe ajo vënde ishte si baltë aty, edhe ajo ka nevoj për bazament, po është më mirë thoni se sa rruga tjetër. Jo, Në lartë. ja kush është me mirë, nuk është e lartë më mirë. Aty ku ju keni dalë sipër, Po, poshtë atje të shkolla, ku kemi në shkollën poshtë, është një rrugë tjetër që këthen nga lagja është një lagja dhejt Kolnik, ajo rrugë është me drejt, me shkurtër, edhe rruga që del në Letovë. E shkon komunë. ju s'keni as rrugë, as për komun, as për në Prenjas. A, ju jeni në rregull, jeni ishur. Ne jemi, mrena për në rëshati e shtruan, e kanë shtruar. Kuptante? Është 1 orë emision. Nuk është intervistë, është 1 orë emision. Mirë, bab. Këta e bën ata, këta rrugën kryesore me fshat e bën. E kuptoj. Donë me asfalt mirë, donë. E kuptoj. Se ishte balta. Po. Ishte balta këtu. Ha, po se të flasë dhe zotëria, se ja kemi ndërpret disa herë. E po të vit pa 2 vit, lejnë 2 vit. Të gjithë do flisim. Ne nuk ikim pa fol gjithë. Këta burra jonë të shqipër, do t'i dëgjosh kënë. Të gjithë do t'i dëgjojmë, ne kemi, është respekt i madh që ju kemi këtu. Ju falemderit që ertë dhe Po. botë këta kive mu bo qepi kur na tha i shokët do dilni tha aty tha. Se te ne tash nuk bon një takim populli njëherë, nuk dil një njeri të gjej të qaj një halë. Si që bojnë më përpara mbledhjet e fshatit, s'bojnë një mbledhje fshatit që të ngrej një problem të boj kërkesat e halët të qajtë. Dhe hallet e fshatit, e kuptoj. Halët e fshatit, hiq fare. Pra nuk u mbledh kush më t'ju dëgjoj kështu. As kush, fare. Edhe e kom fjallën që edhe bashkia duhet rri mafër, të boj takime popullin njëherë. Të qaj halët dhe popullin si, a qysha të ngrej problemet, ku ti qash halët? Të kuptoj. Prandaj këto probleme edhe, si që thanë dhe shokët për punë e rrugëve. Tash kryesorja o rruga për njerëzit. Ka të smurë, ka e ze, liga e ze, vdes aty. Shumë mirë, se më kujtove të smurët. Po. Si ja bëni ju kur keni një rast urgjent me atë rrugë? Me një të rrugë, me jashu jemi bërë copa që kemi shkuar. Po të ngri gjarpri? Ta ngri gjarpri. A donde nga kjo rruga e sipër me që i quan ju, donde 20 minuta deri ke asfalti. Po. Po ty mbaron punë për 40 minuta. Mbaron punë. Se kjo rruga poshtë më falë, kjo Po? rruga poshtë, kjo 10 minuta zbret. Kjo është më e shpejt kjo. Ju kë kërkoni urgjente. Po të bënjorën. Atë bëj njërën. Këtë poshtë, Pra që të dilni në asfalt madh. Të bëhet gjëra, të Kjo bëhet rruga- njëra zhilet. kjo Është që me shkon rrezik. për komunë, kjo rruga e shkurtë, qoftë në komunë, qoftë për enja. Po, thot zotëria është më edhe e rrezikshme ajo. Më e rrezikshme se tjetra. Ajo përdo një... Ka që janë 3 fshatra. Po, 3 fshatra ma të rrugë i kanë sytë. e kuptoj. Atë kanë kryesorën, janë 3 fshatra dhe fshatra të mrekullueshëm, fshatra të mirë. Këti, aty e kanë kryesorën rrugën. Të kuptoj. Këti. Tjetër kishe, më shumë dhe shteti duhet ndërhyjë për punë e bujqësisë. Çfarë të bëj shteti për bujqësinë? Se Çfarë të shteti bëj thot shteti? po bëj për bujqësinë. Po të greve probleme të bëjë, ti ngrej problemet në fshat. Të mbledhi popullit, ti thotë. Çfarë probleme keni ju për bujqësinë e Blegtorit? Ne kemi për
traktorë për këto kemi. Ore uj vadite sa keti, jo, thot zotëria. Tashin Ta filloj nga aja, nga uj. Uj ka, po s'ka. Duhet dhe njerës që të bojnë jo kanalet, jo ashtu, duhet njerëzit këtu të rinë të larguar. Pra kemi uj, s'kemi kanale. Ne s'kemi kanale. Kemi njerës, po s'kemi rrugë. Po. Edhe ne këto kishim aty. Edhe Po ju taksat e tokës që keni, i paguani taksat e tokës? Taksa bashkia, paguani. Taks gjelbërimi, pastrimi, ndriçimi, i pastroni. Paguajmë. Taks toke që e përdorni. Po, paguajmë. Keni taks toke s'keni? Uj. Po, këto taksat e tjera, a vjen njeri tu pastroj, vjen pastrim, gjelbërimi e këto? Ka, s'vjen njeri. Se i pashja ca kazana Nuk vjen pjere. njeri. Kazana vini mledh. Vin, i mbledhin. Dhe do i themi gjitha. Jo, ato vini. Oke. Për mbeturinat, po. Mbeturinat vin. Mbeturinat, po. Pa Oke. të vjen, ajo, gjë e mirë. E kuptoj, të kuptoj. Faleminderit bab, faleminderit. Rrofsh. Ja, sa të flas zotëria do flasësh ti. Mbaje, sa të flas zotëria. Ja. Si të quajmë bab? Gëzim Turbaku, Sa vjeç je? 70. Edhe 100. E rrofë, faleminderit. Edhe gëzom që erdhët njërë në fshatin tonë. Faleminderit juve. Me çfarë jeton, Gzim? Unë Me marr pension? një pension që sharak. Që është? Vetë i ngriti Rama pensionet. Ato Rrogat. rrogat. Neve na danë bartët. Që kemi qonë me shpirt të majtë. Me shpirt të majtë. Vetë i bori 10 melon në 100.000 lek pension. 100.000 lek merë? Po 150.000. Gruaja 100.000 lek për ilaqa, për buka, për djela, qërë. Nëse i 100.000 laçë, sa ju mbete? Po që ngelen mën? Që do ngelen? Ore na vjen, na 30 orë ku pim një kafe me shokët. Këtë, na vi fëmijë nga Greqia, i kemi janë dhe zotin Arojt. Po. Tash na qëllova njëra me qunë, me fëmijët, që nga Katili të vjen këte. O bapi tha zbit për makinë, tha se po që makina në vetë. Edhe ne ashtu, me frikë kemi atë, se Qa marrë të prish s'parë. makinën unë apo më mirë diltiv nga makina tha. Të nëzori djali e të në komë? Po. Sa kalove atë pjesën, në? Po. Edha ku të vish, tha njëherë këtu, tha të qmadhesh, tha. Të vish të hapi sytë njerë në vendin tanta, të prishet makina. Edhe me gjerat e tjera, një gabinë ka një vjetë, zvjen as deputet, deputet i merë votat, do vi nesër, do vi pas nesër, nuk vjen njeri këtu amik. Për gabim, se ka që keq është gjëndja gabinës? Keq, Keqë? ore, gabina duket pamje, Qeviri, se sa... ajo gabina duket që në pamje të aty, qa pamje ka. Edhe kjo juaja këtu? Po, Për me te një ke fjallën, apo i so jeni? Një të gabin kemi në të fshati. Këtë që keni këtu? E gjërë, arda 4 pare. Edhe me ratë, këtu nuk punohet më. Këtu kemi gjene pensionistët, në i sakat, në që merë astencë. Edhe ikin në behar, punojnë, këte, më në zotë. E bësh aty se fshati fara. Këtu ka qenë fshati mi bukur. Fshat me njerës, me shkollë të mesme, me farmaci, me dentit, me tërat mira. Po sot? Sot, një në javë vjen Bereqat verse, që vjen doktoresha, një në javë. A ju vjen njëherë një? Vjen një në javë. Po. Se gjë tjetër. Po infermieri, më thanë që kishin ardhur 2 infermiere infermiere sot. kemi. Më thanë që kishin ardhur 2 infermiere Jo, sot. infermiere kemi. Shqyr. Infermiere kemi, po. Është lajmi mirë që kemi. Jo, mirë. Rrugë, u bon ca rrugët e, gjende. Thatën antjerin të Varezat nuk e. Se si u bon, As keni rrugas për Varreza? po orë për pederis, jo, thanë të ta bëjmë me asfalt. Që plani, po, e kënjyena i morën lekët nuk e t'ju si bon. E kuptoj. Kështu amik. Kjo është e vërteta. Pa filtra. Po pa filtra, se këtu jeton aju që po e rregullove të marrin e kem, të hashtë. Dushe, qarë toka, së mbjellë farë amik, të dalit të ruar tokën, zero. Janë lënë lëndina. Po, lëndina.
Lëndina, që neve në atë ko vinte Ugradeci mirë të ndërmarja speca me makina kvalitet parë për Gogorxhare. E me radhë, grur me 100 kuntal. Tashina. Pra po thua që në atë kohë ka qenë më mirë se në këtë kohë? Po viran ka qenë se ne që punoj korporativ për 2 buk. Për 2 buk. Vdisi për buk. Punojnë për 2 bukë, do bëjë normën. Atëherë. Normën. Keq atëherë, keq tani, apo çfarë po? Viran dhe tashina. Atë ishte më mirë. Çam përvresh janë të shihën më mirë. Tani është më mirë. Më mirë se punoj për 2 bukë. Po tashina atë ishte doktori këtu. Doktori, fermieri, me radhë tërë këtu ishin. Pra shërbimet i kisha atëherë, po vuaje për tjera gjëra. Po, kishte të tjerat mangët, po këtu e kishte fermierin, farmacistin, të tërë ishin, po kishte arsye tjera. Do punonje për 2 bukë. E kuptoj. Se tashina thot ai të gjatë persekutuar, kastin e 5 e gjatë e 7. Oj, persekutuar kam qenë dhe unë atër shumë mikë. Oj, persekutuar kam qenë unë. Edhe unë po më punonje, s'kishe bukë më darkë. Kush t'i të atërë mënë? A mban mën një nga politika, një, nuk po them majtas djatas qëndrës, po një, që u ka dal burr, që u ka bërë diçka që ju e mbani mend, që po ky filani ne na ka bërë një gjë, një. Të tërmbithan ata pas gjithë bëjnë. Asnjëri s'u ka bërë. Po çka ka bërë? 30 vite politik juve zero. Unë po tha, politik ne të majtë kemi qonë bre. Ure politik, se unë thëm, të mbajt, këtu e majta ka marrë servotët. Edhe e majta ka qenë shumë pushtet. E bojë rrugën ande. O mile të bonte, po fundja, termogra pa rrugë. Qarë argjoj gjitha ato lek, edhe rrugë s'kande, bre. Ishin po fshatat e mokrës me rrugë bukuri. Edhe mokra është një nga që ka sakrifiku edhe në luftë. Ju jeni fshatra që jeni djegë e shkretu gjatë luftës. Faleminderit. Faleminderit, bab. Edhe mirë që e ditë. Faleminderit, bab. Pa, ja, të flasë zotëria. Ne ki olla nga rotokali poshtë. Tani, ne ki. Ne do kemi vetëm një ndërprerje të publicitare, kemi pjesën e dytë të emisionit. Kështu që, miqtë e mi, ka shumë banor për të folur. Ndodhemi në Rodokal sipër. Por edhe poshtë po të njëjtin hall ka. Po çfarë për një rrugë? Në 2026 kërkojmë të antarësohemi në Bashkimin Evropian, por këtë e bëjmë pa rrugë. Rikthehemi miq, ndodhem në Rodokal sipër. Është një fshat shumë i bukur që ndodhet në krahinën e Mokrës. Këtu për të ardhur sakrifikohet shumë, sepse rrugë s'ka fare. Po ne një ditë vim, e kemi thënë, ne shkojmë në fshat në një ditë dhe bëjmë këtë emision për të pasqyruar realitetin. Por vështirësia më e madhe është e banorëve. Ata jetojnë 365 ditë vitit këtu dhe për më tepër në dimër. Në dimër nuk e dim si bëhet rruga. Ta pyesim zotrin, si bëhet rruga në dimër? Në dimër bëhet rruga katastrofë. Kalohet, s'kalohet? Katastrofë, nuk kalohet fare. Nuk kalohet. Me makinën tonë, kjo është makina jonë, ky Fordi i vogël. Kalohet, s'kalohet? Jo. Pra ne kemi ardhur me fat në këtë kohë, sepse në dimër nuk do mund të hynim dot. Po patjetër. Duhet makina e madhe, e lartë. Pra duhet me zinxhir? Ose traktor me zinxhira. Ose ajo makina atje, ai kamioni. Po. Ju si a bëni kur keni urgjencë shëndetësore? Neve kur kemi urgjencë marrim zetorat edhe i nxjerrim letov. Me zetor? Me zetorat. Çilarojmë marat dhe i marrim njerëzit dhe i nxjerrim letov. Po ai që vjen për të ardhur në familjen e vet, si a bën? Do ecim në kamp. Ata e çojmë në spital, tjetri do kthehet mbrapsht dhe do ecim në kamp. Në kamp. Po. Dhe ka ndodhur ky mohabet, e di shumë mirë Edi Rama, e di shumë mirë populli i Rodokalit dhe neve të Rodokalit, e di shumë mirë komune e Proptishtit, këto rruga që janë hapur, i ka hapur Salberisha dhe Shabasula, me komune që ishte leku në komune. Po, nuk i shtroi asaj. Gjysmat i shtrovi, gjysmat i la, gjysmat i respektovi, gjysmat i... Po. I hodhin për ruat, nuk ishte faja ai, se që dhe faja jonë, e dyta është që këtu ka sot e 30 vjetë nuk është vënë dorë fare. Së të mos Mokra është katastrofë. Kjo i përzuri të rinjt? Të rinjt ka nikur, unë bilemi
Nese do iki se nuk më rrihet më këtu. A do ikësh edhe ti? Po tjetër se... Pra është për fat që të kapëm sot, se nëse Po të gjenim. Mandaj të thash një të lartë se të është. Jemi gjuna, të mos takojmë baballarët, të mos jemi afër në të nanëve, mos jemi të këshurinjtë të tërë. Këtu ka marruar, sepse është i diçka gjilibrime. Ashtu gjebrimet i paguemi. Po. S'kemi. Taksat. Dritat e rrugove si kemi. S'ka dritë rrugën natë. Jo. S'kemi. Pulu bab. Pjani gëzuar, ti ashtu, unë po flas për veten time. Okej. Pra lagja jote ka. Okej, edhe 5 minuta. Unë po flas për veten time, nuk po flas për se keni juve këtu. E kuptoj. I paguaj të tëra. Po. Tatimin e tokës e paguaj. Po. E tokën se punon më? Tokën se punoj. Po pse nuk e punon atë? Njëses me miell vajti, kështu njëses me plej vajti as vjen. Nafta që paguhet në proptisht, e marrin ata persona që kanë shtjell tokat apo kush i merr, nuk e di. Ju nuk merrni më subvencion? Jo. Pra nuk ka më subvencion për tokën për ju? Jo. Se tani e ka çuar dhe 3 hektar. Tash do vijë Tirana, na i marri atë rapin, na marri dhe tokat edhe ta kemi atë. Po mirë, ti që thuaj Dirama. Ty të kanë ardhur maj djatë qendrës. Se si ka për xhaketën thosh zotëri po. E pe rrugën po. Çam kërkon votën? Në momentet që kemi qenë neve djem të rinj, kur kanë ardhur për votat, ne nuk kemi qelluar. Nuk i keni. Nuk kemi qelluar. Edhe kur kanë ardhur dhe kemi qelluar, se po s'kërkuat llogari, edhe ai do shin lëm, apo jo? Duhen këta burrat. Po s'kërkove llogari. Këta burrat e vjetër dhe kryeplekët e fshatit. Ish një baba, vej një gjysh. Ish një gjysh, vej një baba. Këto nuk bëhen. Pra e ke edhe me kryeplakun. Po patjetër, ai do t'i kërkoj. Ai nuk i kanë ngritur zërin po thua. Po çfarë të kërkoj, ai pensionist është. Merr dhe atë të kryeplakun? Kryeplakun është tamam ai. E kuptoj. Këtu duhet një djalë i ri. Atë djalë i ri neve prezojmë, hekim nga puna. Se fletaj. Po i flet se ai kërkon. Është gimi, është tjetri, ata duhet. Qartë. Është ai djali aty, ai duhet. Është ky djali këtu, ai duhet. Unë duhem. Kur je çuar për herë të parë për t'i kërkuar këto të drejta? Këto probleme. Për herë të parë edhe kur vinë ata që na kërkojnë votat. Edhe ajo është. Mos e vra mendin edhe sot. Kështu ju thonë, e bëme. U bë. Mbaroj. Ju faleminderit. Ama një herë patët kur ajo jeni ngritur për këtë shkollën dhe shkollën u a bën. Na i bën. Pra duhet ta kuptojnë edhe ata që na shohin që po ngritet dhe po fole, nuk deli humbur. Jo, patjetër. Deli fituar. Duhet të ngrihen djemtë e rinj, të kërkojnë. Po ti djemtë e rinj po thua ikën. Po do iki, po neve nuk po na lën. Unë të thash njëre, o që një gjysh vurën një plak. O që një plak. Po veti votoni ju se. Po patjetër neve ju votojmë. Veti votoni, veti vuani. I marrin vota thua. Faleminderit. Po. Si të quajnë? Si të quajnë zotri? Kutimide. Sa vjeçë? 60 vjet po mosh. Si e çon jetën përpara? Po çfarë është jeta ko? I çfarë jeti janë? Një vërdall. Çfarë bëj? Me çfarë merresh? Po hiç, ande kam qenë jashtë shtetit. Aha. Një djalë kam sëmur. E ke sëmur? Kam sëmur, am bën dializë, i kam për imna zemra. Edhe hiç, shtëpi s'kam fare, në fshat. Ko shkoj qesh 4 muaj qesh në pogra vetë. Në spital? Jo. Qesh atje në shtëpi, qesh atje. More shtëpi atje për ta. Qesh atje, pastaj i zoti më përzuri. E kuptoj. Edhe erdha pastaj një fshat. Çfarë bëj? Një djalë kom në Maqedonia. E përballon dot me këtë kosto? Mos kam rrugë, ja. Unë ma të le kom marrë, kom rrugë, se kom një ati kom, ja ko spje ime që ku të e vjetari. Po? Edhe kjo këtu nuk ka më rrugë këtu, deri këtu vjen asfalti? Unë s'kom rrugë ati. Unë djallë e kom së mund, e di tërë, këtë dhe fshati e di që unë djallë e kom së mund. Fshati s'ka dhe rrugarash. Rrugë s'ka. Ju s'pas keni rrugë fshati, imagjino rrugarash. Kanë ardhur. Tash i kom thonë, dhe i kom thonë, qa të boj? Arash. Edhe këshu. Ja, ta gjënë se duhet ta pyesë zotrin për një gjë. Kur ka një urgjencë djali, hyn makina ke ty? Nuk hyn makina atje. E mban hopa si? Ja, unë e marr djalin e nxjerr te xhamia aty. Djali sy kur, ku do ve makina aty? Mashallah. Atje syn makina. Syn makina aty. E mban hopa si? Si me barrel si? Hiç. E marr e nxjerr aty te xhamia. E mban fëmin krah. E marr aty. Si që moti, me vik. Merri fiksi atëre, po sa kërkime, të bëjmë kështu, të bëjmë ashtu, rrugës kemi fare,
krye plaku, tha unë të bëjt gjatë, e nisën gjatën e lanë fare, pa shi që të bëjt ashtë ju. Mua tërë para po mikin vetëm për djalin andej, që e kom djalin së murë, po më shkojnë. A të mbështet shteti për djalin? Jurë fare qarë, Kem. vetëm, ne. A merr kem? Jo, kem marrë, ose kem Mirë. bilidha, kem. Kemi në more, po shoqërus për djalin? Jo, vetëm... Nuk merr. Vetëm kempin, vetëm për djalin. Kom nusen, kom grua, nusen teme, i bon ajo shërbim. Po duhet merr ajo një pagesë që i bën E, shërbim. pa, nuk merr gjo. Logjikisht kështu e kërkon Nuk logjika. merr gjo, qartë thënë, Nuk e merr shoqërusi. Jo, s'merr ajo. Mirë, ne urojmë që të na shoh dikush, edhe vetë kryeministri që të mbështesi, sepse ti me kaq shumë halle sa ke, pa një mbështetje nga shteti e ke të vështirë. Kjo është situata. Pra ti do rrugë, do dhe mbështetje për do rrugë, fëmijët. dua që unë djali më vuajnë andi. E unë sot atje kom djalin djalizë, atje kom porabeze kom. E kuptoj. Se vetë rri atje, si ja del do vetë të flej atje. Po si ja bën për të pagu lek të rrugës më? Se ty vetëm lek rrugë 30.000 dëshë vit. 30.000 më do çdo ditë. Ja për këtu në porabeze atje që e paguaj çdo ditë. 30.000. E sa merr ti? Po sa marr, Bo. Çfarë marr? Luftë për mbijetesë. Po çfarë bëj si kjo? Faleminderit. Ja të rrugë desha unë aty. Jo shumë ja di dha, ja din tërë këtë. Faleminderit. Faleminderit vlla. Faleminderit. Po do t'i thuash? Ja. Ti mbaroj dhe ky zotria direkt mbrapa zotris, me që e nisi. Jemi 10 familje dhe kështu këtu. Po? Në platu fshatit e ka një patë në ka zonë një rruga. Rruga që në kone kooperativës që kone kërë sistemi. Po? A ju në ka zonë rrugën atje. Ju ka zonë rrugën? Kryeplaku? Kryeplaku e ka zonë. Si më zuri rrugën? E zuri, s'ka ka, a të shkën që filmojmë atje. Direkt mbrapa emisionit. Ja, ose da ju shoku atje. Po, e nga kaloni ju? Hi s'kom kalon, kom 3-4 vjetë vete do mdarë kështu që ta shu. Asë kështu nuk kam... Po si shkon shpiti? Jo më shpia të ara. A, të ka zënë rrugën e Arës. Aha, e kuptova. I ka marrë ndër tim pa legë, ta e ka bërë atje atë në tesën. Po pëse se odhe në gjyq kryetarin, që të zuri Po ti rrugën. me në gjyqë, ne jemi marrë me këta, do të hapim sot, hapim nesër, jo kështu, jo kështu. Për ti nuk ti e ke lënë Arën djerë tani, apo shkon nga ndonjë drejtim tjetër? Gjerë ja kalojnë për atë të nga një kovete. Ja po kështu. E kuptoj. Do ai të lërë tek Ara, se po s'desh ai. Jo, po s'desh ai, çfarë, do të vritesh, do të vritem aty. Po s'desh ai. Po ka pasa rrugë dikur. S'ka pasur rrugë. Ka qenë rrugë e kooperativës. Rrugë e kooperativës ka qenë rruga që në Kolezokë që ka bërë gjyqja. Po mirë, ai e ka zënë se pretendon se është e vetja si? E ka zonë që e thonë këta zere, kështu dhe... Kush i thot po si e ka bërë plaku i ka thonë. Pa e kanë bërë në kokë të vetë. E kuptoj. Çallësh tjera këti, si i moshuar. Atë kam probleme ose do të bëj as ta punoj asgjë. Po me çfarë jeton ti tani që se punon? Me pension. Me pension me çfarë jetoj? Sa e ke pensionit ti? Jetohet? Kam ja 200 lekë aq. Ai çike çik më mirë se xhaxhi ti. Pas ke pak më të Po lart. punoj ndërmarrje unë s'morë gjë. E kuptoj. Ore ju keni ca minjera më than këtej? Apo jo? A punojnë me ato minjera? Nuk punoj. Se po të punonin do e kishin bërë rrugën ata. Privati hyn ata. Privati mori para ti gore çfarë. Po. Ruan marrin atje, më farë se unë të e shkatërua, ruan marrin e shkatëruan atje, ja. Po, ati ku ndodhet ajo e ngrëna. Firma e shkatëroj kromin aty. Se krom ka pas aty? E krom e shkatëroj e mori iku. Mu duk sigurore. Krom, ha? Paketa e maleve ka ardhë ke zona juaj? Si u ka ardhë akoma? A ka ardhë, po dimeve, Sepse komunë da zonë sa pra ju nuk dini gjë që t'jetë bërë në një biset. Po është nga duhet pakete maleve në. Jo, paketa e maleve ju duhet juve sepse ajo paketa bjen në toka tuaja pastaj. Në ato që si keni me letra. Pra ju nuk dini gjë për këta. Oke. E qartë. Si të quajmë ba? Banusi fshatit Rodokal Sipër. Në ratë të parë ju falemnderoj për që keni ardhur. Faleminderit. Për problemet e fshatit tanë. Në ratë të parë, këtu problemi është një nis nga rruga. Fshati Rodokal, nga Rodokali në Prenjës, është 7 kilometra. Dire ti poshtë, asfalti ke... Jo, Dhe lavazhi. Dhe në qyteti. A dhe në qytet? 7 kilometra.
për 3 kilometra rrugë, asfalt, çdo parti, çdo deputet që kanë ardhur këtu, kryetar bashkie, premtojnë dhe asgjë nuk bëjnë. Arrinë në qoftë se ti u kundërviresh të në presin dhe asistencën. Jo, se ka ndodhur? Mua, Ka prerë asistencën? ma kanë prerë asistencën 2 vjetë, edhe ma ka prerë komuna. Po pse? Jo, e meriton ose meriton? E meritonje, po nga që flasnë për televizion e flasë këshu në për këto dhe të marrin një natë. Po folet heqin asistencën? Po, ma kanë heqë 2 vjetë. Turp për këdo që shkon në për shtëpia dhe kërcënon për ndihmën ekonomike. Realisht, ndihmën ekonomike ta jep qeveria. Po pastaj u ankova. Përse u ankova unë, më tha në shkon në Korçë. Në Korçë, më tha, nuk ta ka prerë Korça, apo ta ka prerë komuna. Ike nga fshati këtu, ike deri në Korçë gjej drejtën tënde? Deri në Korçë dhe nuk e gjeta drejtën. Në fund fare më kanë lidhë një 50.000 lekë, kanë gjetë shkak motorin. Pse e pati çuni motorin me letra. Po, për kishe një pron motor. Kurse këtu, duke filluar që nga kryeplaku, duke filluar nga komuna, kanë jo më shumë se 2-3 makina, marri dhe kepe. Mi, po kembi... Marri dhe kepe, kurse mua përse vajtë në Greqi... Kembi merret për shkak të smundjes. Mos të hequr dhe asistenca. E mora bash. Kurse në detyrim në shtet nuk kam, se e di që duhet që. Edhe jam i detyruar, ja pas nesër duhet iki prap në Greqi. Do ikësh prap, ë? Do iki prap. Po çfarë se bën? këtu nuk jetohet. Po çfarë bën në Greqi? Do punë bujësie. Do shkoj për qeshi, çoban. Do lësh tokën tënde që është. Po, se këtu nuk bukur. Këtu nuk gjej mbështetje. Përkundazi të marrin për inat, jo për mirë. Je i kërcënuar shumë herë. Kanë arrit sa më ka thirrë policinë këtu për mua. E ç'a bëre ti? Pse ka çuni motorin? Shqetësim, kurse këtu të tjerët duke filluar nga komuna, nga fshatat, nga kanë makina pa karta, marrin kempe, marrin kryeplak, marrin çfarë nuk po bëjnë këtu. Ne kryeplakun do donim ta kishim këtu, po këtu që edhe iku. Pra ishte këtu kryeplaku. Po, ishte këtu dhe iku, se e di. Pra e mori veshin e po e bëni me misionin. Po. Kështu që ai derën hape ka, edhe tani po të vinë. Edhe komunës. Shumë herë vinë, premtojnë, shikoni, plakat që janë hedhur. Por e mi që i keni edhe këto plakat, kur u bën këto plakat? 2 vjetë. I kanë ndëruar para 3 muesh, prap, se u dëmtuan. A e kuptoj. Këtu është katastrofë. Ti kish natën jo ditën. Po shkojmë po gjejmë qetësi në shtetin grek, e nuk po gjejmë qetësi në Shqipëri, në shtëpi tona. Po detyrohemi të ikim me zor. Po detyrohemi. 50.000 lekë asistencë. Më thuaj çfarë të bëj unë veti 4. Tokën e punon? Nuk e punohet se s'jan hapur rrugët. Nuk e hapi rrugët. Erdhi fondi, erdhi makineria, pyet kryeplakun, pyet këtë, i lan rrugët të mbyllura. Fondi u mor dhe rrugët nuk u hapën. Prandaj kanë mbetur tokat. Gjerë. Të kuptoj. Në kohën e kooperativës, prandaj themi neve kohën e kooperativës. Në kohën e kooperativës ka vajtu ato kombanja në përruat. I thonë, në lumi i shkumbin. Po. Sot nuk vete do të gomari. S'ka rrugë. Nuk ka rrugë. As për gomari. Prandaj njerëzit detyrohen i ikin, braktisive në natyre. Për 2 kilometra rrugë me asfalt, mund të ndërtoj edhe këtu jetën. Po është e pamundur për rrugës. Vinë premtojnë shumë. Si demokratë, socialistë, vinë premtojnë shumë edhe asgjë nuk është bërë. Edhe ju po në të njëjtën situatë. Edhe detyrohemi. Ore ujtë pishëm, si ja bëni për ujtë pishëm? Unë e pishëm e kemi më shumë
vjen me mbeturina se sa. Me mbeturina. Po. Po të shkosh të shohësh Shtin ti, mua më thanë që nuk pijet uji. Kemi neve ujë të pishëm. Për vaditor. Po ujë pishëm është shumë i ndotur. Jo, po flasim për ujin e pishëm. Ujë e pishëm. Jo, a është i mirë, as është i mirë. A pijet as pijet, se ti mund të kesh ujë të pishëm. Uj ka me bolla. Nuk ka dalë. Nuk pijet. Nuk pijet. Si vend, Po. si vend dhe atje ku delujt, është vend i shkëlqyer atje. Po. Se e marrim në malën. Po pra, Atje patët duhet dhe ta kontrollosh, edhe ta mirëmbash, duhet të interesohesh në njëherë për të. ore, është e mbyllur puset atje ku e merrni apo është e hapur? Katruar malin ata vendaj buhet ujta. Katruar malin. Edhe duhet ta kontrollosh. Atje ku janë bërë gërmimet, atje merrni edhe ujin? Po, Poshtë sa tash del këto- argjil. Këto përgjegjësira janë të fshatit, duhet ta mirëmbaj fshati, pleqësia e fshatit, të interesohet. Erdhe nga Tirana për të i bën analizat ujit, nuk u doli ujë i mirë dhe nuk erdhën këtu t'japi përgjigje. Po nga e morët vesh ju? E morën vesh, se na thonë këtu. Edhe ujë pishëm nuk pijet. Nuk nga Tirana erdhën morën. Më më thanë dhe tubacionet e reja, kush ma tha një zotri që nuk janë vën punë, edhe i investimi. Shava. Nuk janë vënë. Se nuk doli ujë pishëm. Në rregull. Pra kanë dëmtu burimin, po thu. Po bre, ku kanë nxjerr kromin, ka dalë argjil. Po tani, s'ka më nxjerrë kromi, e kanë dëmë. Tani mbaruan kromin atë. E mbaron kromin, ju lanë dhe juve pa burim. Po. Ujë ka, po është argjil i tërë. E morën kampionin dhe nuk treguan rezultatet këtu. Erdhën nga Tirana. E kuptoj. Pre këtë gjithë të dy fshatat ky, i njëjti burim është? I prek. Jo, ju keni tjetër, a? E kuptoj. E qartë. Kjo është. Faleminderit. 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 Po? Që nuk për të këshilli, ka marrë 2 inxhiniera nga Pogradeci dhe e kemi kontrolluar që atje në vend, Po? edhe këtë evë që i bo me puseta Në Kotenderit po thua? Po, që në Kotenderit. Pra atëherë ka qenë rregull. Ka qenë rregull thuj, po tash ujit nuk kontrollohet dhe nuk mirëmbahet. E Atë kuptoj. duhet ta kontrollosh. Edhe pusetat dhe gjënë, tjetën duhet të pasrosh, t'i bosh. Në që i interesime. Po normal, dikur ka pas punonjës që merreshin me... Po ka pasë me punonjës me paguajnë po safat për atë punë. E qartë. Faleminderit. 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 Do na flasësh bab, jemi në fund. Sa plasin ka por nga shokdemi, sa nga të çfarë të thonë të sakta. Janë sakta. Të sakta. Pra ne Një vetëm kovi i bojnë votime, na kërkojnë o të bëjmë rrugë, të bëjmë këtë, asnjë gjë nuk bëhet për neve. Për ne fshatarë nuk pyetet njeri se ai gjallë asie. Fare. Do di për neve se jetojmë ose jetojmë në fshat. As qeveria dheja shejtana gjera me janë. edhe qyteti ka sytë në fshati. Qyteti gjeni i shkon aty, pensioni vjen ku do qevi atyre. Në 10, në 15, në 20, në 30, në muajin tjetër vjen. S'ka rregull këtu të neve. Këtu popullet të përpijen kështu, të zdukin, të vanë zjarë natën. Jo më ja. Po. Të djegin, ore. Të dënojë të futin. Po Të djegin. ti po kërkon rrugë. Po mos folë. Mos folë se jo mirë, ma lekur, jo mirë. Po si e mirë, rruga Po ma lekur ti mos folë se unë të djek. Unë të përmëlloj. Kështu po të neve. Pra parmiku klasës. Më keq. Se dhe ishte pak dhe që të tërë. Ata që kanë ngënë vazhdimtarë si në atë kohë e në këtë kohë. E atëre hanjë dhe që hanë. Pore, qarë po kështu, ne jam porë kështu, qa jemi, qa jemi, bëjmë një takim këtu, bëjmë një zgjedhje, e s'gjodhe, s'gjodhe, po të bëjmë një zgjedhje ti këtu. A kështu dhe i vjetë të da zgjedhemi një këtë kërë plaka, për të zgjedhemi këtë diçka, për të zgjedhemi këtë. I zgjedhin vetë I kërë? zgjedhin vetë ata. Nuk ka më zgjedhin popull? Jo. Votim në popull? Jo, ku ka popull më këtu, ku shpedrë në popull, mamre. Ata kanë arën, burin, mullën, ding, hajde ik. Hajde ka lali, hajde. Ku shpyet më këtu? Shpyet njëri të neve më. Ne jemi të mbarua, fisht.
Do të kuptohemi që të bëj diçka Rama, kryeministri presim. Okej, mirë, thuaja më fal babe. Atëherë çon në këmbë se jemi në fund. E zëm se e ke kryeministrin ka I qafa. lutemi, i bëj thirrje kryeministrit të vijë, të na shikojë gjendjen Ja, e fshatit unë dhe 2 minuta sa ta mbyll. dhe të bëj diçka për ne. Rasti i parë është rruga, të na bëhet rruga patjetër, rruga ujit, dritat i kemi shumë problem se është shtylla e tensionit të lartë mbas shkollët, ajo po na ushem, do vrasi fëmijët aty. Se dhe ajo është keqë? Ajo është shumë keq, po të vesh ta bësh Jo të shkojmë tani direkt mbas emisionit. Të shkojmë atje të vita shikoj ka rrezik kryeministri. shtylla të bjerë? Po. Ajo nuk e kanë bërë fare vitje, të shkojmë bashkë ta Po bëjmë, pse ajo nuk është e në rendim. ankuar? Pse nuk jeni Jemi ankuar? ankuar, po nuk pyet njeri për këtë. Po, ja japi fytyrë. Po, Eve na ka gjetur belaja. po, përse? Këta pugon të fshatit, Po, nuk na i lon ty më prajës fare. Do vetëm leka. Shko atje zbrit, ti leka, unë leka nuk na ynë. Shkojmë pra desë da në Vërdovë. Në Vërdovë. pra ti shkon për prenjas dhe dalon rrugë më? Ndalën në urakën e be, se nuk lejde policia ande. E të në shoferi vapë, s'ka shoferi. Shkojmë për adesë, do shkoj se kam i sëmur, kam anë, vejtë për turnë e marë fukoni. Normal. Në Vërdovë e di ko shpika tjeti. Atjeti zbesi, merë taksin, edhe ja 5.000 leka taksin, edhe ja 3.000 leka fukoni, 8.000 leka, 8.600 dhe rruga. E ku shenzori këtë rregullore? Ata kanë njërë, bashkia. Bashkia, se le Policia zbaton urdhra se bashkia. Shoferi shket nuk e letë të zbresi, kam njeri vati, se pa kapi... Edhe në që shkojnë në prajës e pagojmë drita në prajës, pa kemi si ma përte, të të zbesi në urakë, se no pukon në fshatit Ty tonë. nuk të lënë të hysh te bashkia jote. Jo. Po as E dritë pagojmë në aty, të shitoj zbesim në urakë, që ka di kështu urakë aty, aty taksia rigati. Këtu thot 5.000, 2.000 shoferi të 7, 7 bëjsh 14. Qa bëjt për këtë popull? Në meshme. Qa hodhen mo? Na sabotuan emisionin. Shkoj, qa bëjt dhe bëja? Se flasin dhe të bëjmë pak ty më të aerosen më mirë. Të nderuar miq, folën troç banorët. S'kan rrugu i drita. 2026-ën ne kërkojmë të shkojmë në Europë. Kërkojmë të antarësohemi në Europë, sepse bisedimet i kemi nisur. Po si mund nisësh bisedimet pa rrugë? Si mund nisësh bisedimet pa ujë e pa drita? Aja e një jetese minimaliste është rrugu i drita. S'po flasim për tjera. Ky është mesazhi që shkon direkt për kryeministrin. Kthe vëmendjen nga fshati. Miq, emisioni radhë do jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë, ku gjithmonë ne do kërkojmë shqiptarët që kanë mbetur, që janë patriotët e vërtet, nuk duan të ikin, duan të ndërtojnë jetën këtu, në vendin e tyre. Por janë këto probleme jetësore që po i përzën shqiptarët nga Shqipëria. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.